Panelin e kemi gati për temën e paralajmëruar, nuk e di nëse do të na shkon emisioni më shumë të fola duke u kollit sot. Nuk e di, duke që debati veç ka filluar. Veç ka filluar debati. Për atë që paralajmëruar më herën, deklaratën e Fatos Kryziu që ka nxitur një debat dhe natyrisht nga një pjesë e mirë, është parë si një deklaratë shumë seksiste dhe absolutisht e pavende, thënë për më tepër nga një personazh publik. Kjo deklaratë e ka rikthyer këtë debatin e gjinive dhe roleve gjinore saktësisht në familje. Ai pra mes tjerash ka deklaruar që përderisa e lejon gruan të bëhet zot shtëpie, ka humb burrnia. Burri duhet të kollitet në shtëpi, ka thënë ai, dhe duhet të jetë alfa. Nuk e di. Një koment. Jo koment, po mysafir do t'japin komente. Po, bashkë me neve është zonja Bazilika, mirë se vjen. Arlindi dhe Anda, po? Adna. Gjithmonë e bujmë këtë gabete. Mirë se vjen, kënaqësi që ju kemi sot në këtë diskutim. Bazilika, po të shikojmë këtë vëmendje se do të nisim nga ju. E para, base një koment për deklaratën që besoj keni pasur rastin mundësinë ta deklaronim, tashin edhe më pas pyetjet e tjera vijnë. Në fillim dua të them që në familjen time kollitem unë, edhe burrin e kam goxha burr. E kam pa vëll. Ndryshim nga ky që është deklaruar ky me vat. Kur e pash në fillim, normalisht e nxjerrin në rrjetet sociale, në fillim mendova se ishte pjesë e ndonjë projekti humoristik, sepse ai njihet si aktori i zhanrit të humorit. Edhe te i kalova. Kur pash pastaj që kishte filluar jeti po zjente, e pash që ai kishte pas seriozisht. Mendoj se ka qenë arsyeja ndoshta për të bërë viral, edhe ja ka arritur. Por për mua unë e kategorizoj në ato deklaratat budallaqe. Është një deklaratë budallaqe. Mund të bësh deklarata pa sens, si ishte kjo, dhe pa qenë budalla. Neve në këtë situatë ndoshta ka ndikuar vapa pak, që ja ka futur komplet kot. Neve në këtë situatë kemi dëgjuar edhe njerëz të goxha të pushtetshëm që bëjnë ca deklarata si kryeministri për shembull. Ajo deklarata që për mendimin tim. Ai me gjermanë për mendimin tim dhe ajo ishte një deklaratë budallaqe dhe ne e dimë të gjithë që kryeministri nuk është budalla. Vetëm budalla nuk është, ama deklarata ishte budallaqe. Do me thënë, neve unë mendoj se s'duhet ta marrim shumë seriozisht. Nëse ai ka dashje neve ta marrim seriozisht, ja ka arritur qëllimin. Nuk mundemi neve si kom të hedhim poshtë të gjithë të drejtën sipas të drejtës zakonore shqiptare. Është i zoti i shtëpisë, është edhe zonja e shtëpisë. E drejta zakonore shqiptare është shkruar në fund të shekullit të 20, po ka shekuj më përpara që ka filluar. Kudo thuhet kjo është e zonja e shtëpisë. Dhe unë e di shumë mirë forcën e gruas në familje shqiptare. Po, dhe Vasilika, nëse ne se mbase edhe këtë mund ta thotë, edhe dikush që, okej, e arrita qëllimin, po diskutojnë në media për mua, ndonë se natyrisht Fatosi është emër i njohur dhe ndoshta s'ka nevojë fare për një famë të tillë. Po çështja është që në këtë periudhë kohore kur ne si media në shumë debate flasim për rëndësinë e gruas, për pozitën e gruas dhe deklaratat e tilla më pas që vijnë nga personazhe publike është për të diskutuar, pra lë hapësirë për diskutim. Unë nuk mendoj se ai ul vlerën e gruas, absolutisht. Jam e sigurt që edhe në familjen e tij, nëse unë do isha pjesë e familjes tij, një grua e familjes tij, mua do vinte shumë keq edhe do të distancohesha. Unë jam e sigurt që ky e ka nisur, mendoj unë, e ka nisur pak si me humor, atëherë ka ndikuar dhe gazetari duhet kishte ndërhyr pak. Gazetari duhet kishte ndërhyrë dhe duhet apostonte. Neve jo gjithçka që flasim kafe ne duhet flasim nëpër media. Ne i drejtohemi një audicioni të gjerë që na auditorit të gjerë që neve na dëgjojnë. Nuk ka thënë diçka të jashtëzakonshme, ka shumë persona që i thonë gjëra të tilla dhe qëndrojnë pas. Duhet të ketë pak, edhe unë mendoj dhe shpresoj që ai nuk mendon ashtu siç e ka deklaruar. Sepse ishte shumë e shëmtuar. Për ta sqaruar, sa kemi parë deri më tani, Fatosi i qëndron kësaj. I qëndron sepse ka bërë share pastaj ishte shumë e shëmtuar dhe mënyra artikulimit dhe fjalët që ka zgjedhur kanë qenë tepër banale. Prandaj po them, po e bëjmë pak më të madh, bile neve duhet ta shëmzoni me zero sikur s'ka folur hiç, sepse jam e sigurt edhe hoxhallarët që gjoj dhe hoxhanisat që gjoj janë kundër mendimit të tij. Po, ne po flasim tani për fenomene, për atë që edhe shumë të tjerë mbase mendojnë kështu. Nuk e mendoj se është fenomen në shoqërinë shqiptare kjo. Nuk është kjo. Nuk e mendoj. E para Fatosi nuk mendoj që ka nevojë për vëmendje dhe me kërku vëmendjen përmes deklaratave të tilla, është qëndrimi i tina. Nuk e pashur në asnjë moment që Fatosi tentoi me ul pozitën e gruas. Vetëm e tregoj atë që e kemi shumica 90, po mos them 100% e kosovarëve që e kemi nëpër shtëpia. Pra, edhe drejta zakonore se Vasilika e përmeni, e nje burrin sikur zotin e shtëpisë edhe ai që si thot Fatosi kollitet në shtëpi. Po gruan si e njeh? Shërptore? Jo, shërptore. Edhe zonja. Kush e tha shërptore? Asaj nuk e ka thonë shërptore. As nuk e ka ul pozitën e gruas. Edhe religion, edhe feja, edhe kanuni
e njohim burrin sikur, si që thot Fatosi, alfën e shtëpisë. Pra, une përkroj këtë mendimin deri te momenti ku ai e krahason burrin përmes komve me lesh dhe komve pa lesh. Atë veç atë pjesë nuk e përkroj. Pjesën tjetër ka plotësisht drejt, nuk ka tentu me ul pozitën e gruas në familje, gruaja ka pozitë shumë lart. I njohim gjitha drejt. A e ka thënë ai ka pozitë lartë ose dëgjova që as nuk ka thonë që ka pozitë, as nuk ka thonë që gruaja është rëndore. Ai se ka thënë. Nën kuptimi ishte që ka ulur. Jo, absolutisht jo. Tash ti kuptimet ti mundesh me kuptu sipas dëshirës tonë, por nuk e ka përmend, nuk e ka tentu as me ul pozitën e gruas në familje. Automatikisht nuk kuptohet ajo, Alenda, nëse thotë që burri kollitet, nëse burri është dominant, atëherë i bie që çdo gjë në vendimore diçka bëhet pak ma dominant në familje. A duhet jetë burri dominant në familje edhe kur gruaja fiton dhe bën më shumë? A ka përgjegjësi më të madhe ço financiare? A duhet atëherë patjetër që burrit kollitet edhe ti marr gjitha vendimet në shtëpi? Nëse shojmë edhe në këtë aspekt, sepse gjërat kanë ndryshuar, a? Po, në aspektin e vendimet mirën bashkë, si çift. Sipas atij ai e merr ai e thot fjalën e fundit. Fjalën e fundit e thot burri. Alin e ketë vështirë ta mbrosh. Jo, nuk po du me mbrojt. Unë po du me thonë që burri edhe fetarisht edhe me drejtën zakonore qëndron një shkollë më lartë se gruaja. Kaq. Okej, besoj që në këtë pjesën e fes mundet pak edhe Adna me na fol, por gjithsesi edhe me komentu këtë si fillim. Jo me ul vlerën e gruas ta kem çort se tani mos të keq kuptuar ato fare. Po flet pak për në fakt aspektin psikologjik, shoh shumë çka në atë prononcim të ti. Fillimisht përdoret termi alfa. Është term cilën përdoret në rrjetet sociale dhe ka marrë hov nga aty. Psikologjia bashkëkohore nuk e njeh si term alfa, niset prej një tuf ujqish, edhe ne nuk kemi kafsh, domethënë instinktin po, por kemi logjikën edhe gjuhën. Mendoj që nuk ka shumë problematika në fakt aty. Nuk është ideja kush ka dominon, sepse pastaj kemi të bëjmë me një familje të shturën, edhe jo në nivelin e are, ku duhet jetë në fakt burri edhe gruaja, apo edhe fëmijët nesër. Nuk do të thotë patjetër që burri duhet kollitet në gjithçka, sepse nuk mundet me qenë i gjithdijshëm, nuk mundet me ditë krejt sfera që e përthekojnë një familje. Një gru edhe një burr mund të bashkëpunojnë shumë mirë, ndoshta gruaja shumë më e mirë në financa, sepse përmendet gruaja në kuzhinë. Po shefat më të mirë janë burra, nuk po duhet përsëritet me çka janë thonë. Po një gru mund të jetë shumë mirë në financa. Dhe patjetër që në atë sferë ka me dominu gruaja, ose në menaxhem, ose në shumë sfera tjera, cilat mund të quhen jo normale. Pastaj kjo nuk e ul vlerën e burrit. Thjesht në diçka tjetër është më i mirë burri se sa gruaja. Pra dallon partneriteti nga partneriteti. Domethënë në momentin kur vije dominanca është jo bashkëpunim. Dhe jo diçka e shëndosh. Dhe normalisht kërkesat e një burri dhe një gruaje dallojnë. Çka kërkon një burr për një gruaje dhe çka kërkon një grup për një burr dallojnë. Normalisht kompetenca është diçka tjetër, dominanca është krejt diçka tjetër. Dhe ne po flasim këtu për dominancën. Burrit me i dhënë dominancë, respekt edhe pozitën. A jam dakord për fjalën e fundit në shtëpi përballë fëmijëve, po. Por normalisht duhet me u qenë bashkëpunim edhe me gruan. Nuk është diçka që po them unë kështu dhe kështu duhet jetë. Në momentin që tenton me ul një pozitë të dikujt për me ngrit veten, Po, se Ana, njerëzit mund ta interpretojnë në mënyra të ndryshme, edhe kanë opinione të ndryshme. Po më është okay kjo. Por në kuptimi i parë, kur ti e dëgjon një deklaratë të tillë, është që burri vendos për gjithçka. Kjo është, domethënë e para që ti kur e dëgjon të deklaratë, ky është në kuptimi. Dhe për këtë ne po flasim. E dua një elaborat e Adna sa mirë i radhiti kur e tha, po e bëni sigurisht pa vedi e tha burri, gruaja dhe fëmia. Po. Domethënë sepse burri në fakt është... Jo, të sqaroj diçka. Burri është provider, është mburoj, është siguri, është garanci, është testosteronet i ka nivelet më të larta se sa gruaja, edhe normalisht është aty për me mbrojt, pra është aty për me siguru, është aty për me qenë një familje ma e shëndosh në kuptimin e mirëqenies edhe psiqike, por në aspektin emocional, pastaj është gruaja dhe burri ku nuk mundet me bë rolin e gruas. Pra dallojnë. Mund ta kritikojmë Fatosin, por dua një elaborim nga Vasilika me atë që tha krejt në fillim. Unë kollita në shtëpinë time, por burri jam është shumë burr.
Çka nuk kupton? Mua vjen keq që në shekullin e 21 të diskutojmë domethënë këto situata, por ja që doli një fatos edhe ndoshta edhe na ka bërë mirë që të kthjellemi pak si shoqëri. E ta shikojmë çfarë mendimi negativ. Unë jam e sigurt që edhe një hoxh, një fetar i madh shumë, që ndoshta ka pasur atë mendim, ai ka për të reflektuar. Mënyrën që e tha fatosi është shumë denigruese për pozitën e gruas në shoqëri. Shiko, tani rolet nuk janë role bazike. Roli mashkullit është ky dhe roli femrës është ky. Tani ata hynë në, si them, në marrëdhënie me njëri tjetrin, hynë në mirë kuptim me njëri tjetrin. Ka raste edhe lejen e Leonisë merr burri dhe gruaja shkon punë, nëse gruaja paguhet më shumë. Lejohet me ligj edhe lejen e Leonisë ta marrë burri. Domethënë kur ti shikon gjithë këto ndryshime të roleve, qysh mund të flasësh? Ku? Me ligj cilët shtet? Edhe te ne. Edhe te ne mundet ta marrë burrin. Po, mundet ta marrë burrin nëse edhe te ne, nëse gruaja paguhet më shumë edhe do dalin punë. Normalisht në gjithë shtetet, unë e di edhe te ne. Edhe në këtë situatë, kur marrëdhëniet në familje funksionojnë mirë duke u marrë vesh me njëri tjetrin, del një fatos dhe diskuton, domethënë e prish komplet rendin, mua më duket pak çudi. Në familjen time normalisht që vendoson është një shprehje shumë e bukur, që thuhet burrin e kam kokën, po vetë jam qafa. Kush e lëviz kokën? E lëviz qafa. Ky është roli i burrit edhe i gruas. Kaq e fortë është gruaja. Kaq e fortë. Ai titulli i burrit që e thave Adna, ai titulli i burrit që gjoja është i pari i familjes, ai është vetëm simbolik. Burri mund të ketë testosteronin, po gruaja ka estrogjenin. Nuk ka nevojë gruaja të ketë testosteronin që është ai hormoni i mashkullit. Gruaja ka estrogjenin që është hormoni i femrës. Kështu që ata hynë në mënyrë komplementare me njëri tjetrin dhe formojnë atë që quhet familje. Nuk mund të funksionojë një familje pa marrë vesh. Nuk mund të funksionojë një familje nëse burri është dominant ndaj gruas. Po nëse gruaja është dominante, po më nejme që po e... është e pamundur. Për kësaj që fotu Vasilika. Nuk është gruaja dominante. Nuk është gruaja dominante. Nuk ka dalë në gruat ka thënë që unë vendos, unë kudhem të shtëpia, unë e diskutoj atë punë, unë vendos, i bëj ligjet. Unë thash në mënyrë pak, si them, pak humoristike, më shumë se sa e thash në mënyrë të vërtetë. Kjo është që do të edhe patosi ka se në familjen tonë dhe në kodin zakonor shqiptar, për problemet e brendshme të familjes vendosun, nuk diskutoj. Qysh do funksionoj financat, qysh do funksionoj bërja, mikpritja e mysafirëve vendosun. Për shumë probleme tjera dhe në kodin zakonar, për problemet juridike, ka vendosur mashkulli. Po ka ndryshuar situata. Nuk mund të flitet për një vajzë që është profesor, doktor, nuk mund të flitet që në familje saj kollitet burri. Ai burri mund të jetë me shkollë mesme ose me një fakultet thjesht. Nuk mendoj që ku e pranon ajo me gjithë atë investim që ka bërë atë vetja, ku e pranon ajo që të kollitet burri në familje. Po, është pak në fakt është pak nënçmuese me gjithë respektin që zotaj. Thuhet që burri është koka dhe gruaja është qafa, atëherë bie që e rrotullon ku don. Këtë nuk e kam thënë. Kjo është shprehje e popullit. Po, veç po e sqaroj. Të thuhet sot që gruaja është qafa dhe burri është koka, atëherë bie që truni me kalun në qafë. Unë mendoj që gruaja është shpirti në fakt. Është premotori i komplet trupit edhe nuk ka të bëj me orientim se kush është truni dhe kush jo. Pastaj nivelet akademike janë krejt diçka tjetër. I bie me ul, rrjedhimisht po flas edhe për veten, nëse unë tash jam në nivel master, pretendoj nivel doktorature edhe po e zgjedh një burr i cili nuk ka ose ka shkollë të mesme, atëherë ti e poshtë se unë jam nivel akademik këtu. Nuk përgjigjet partneriteti as për financa edhe as për nivel akademik, mendimi im personal. Po mirë, a do të lejohet e një burr që ti ishte në nivelin tënd shkollimit, ta lejohet të vendos të ajit kollita e një familje, kollita i kam vetë si shprehje, po të vendosë për gjithë shka. Është e pamundur, duhet të regojmë i sinqert si shoqëri. Është e pamundur që ai burr të vendosi, sepse nuk është i aftë. Fundi, ti e me aftë. Ase jam me aftë përgatitja akademike, zonja Vezirike, ka të bëj, shumë ka të bëj, absolutisht. Dhe ai që flet ashtu, ai flet sepse e ka zënë ai sëmundja më të shtisë. I duke se gjithçka që thot ai është e saktë. Jo, se dikush mund të jetë më praktik, më i gjendshëm, mund të bëjë problemi i shpejtë, është partneriteti. Ky është problemi ti, mori guximin për të folur, domethënë deklarata të tilla që bien ndesh me gjithë investim të madh që kemi bërë neve te gruaja. A flasim në realitet, a? Po, shumë në realitet, desha veç me ndërlidh na që edhe më bëni pyetje. Bashorti im është me nivel bachelor. Unë jam, po them, me nivel master tu pretendu për nivel PhD edhe nuk në asnjë moment kjo nuk do të thotë që unë jam më zgjuar se ai. Kjo është nivel akademik profesional.
pastaj se si arrit, ai është në punë. Tash edhe ne duhet jemi shumë sinqert me kom tokë. Edhe duam që burri me pru financa në shtëpi, dhe normalisht nuk mundesh me i bë të dyja. Me punu fort edhe me i gra shkollës. Domethënë duhesh me qenë në nivel shumë sinqert edhe me kom për tokë. Jam dakord që shkolla është diçka tjetër, puna është diçka tjetër, mundesh me i bë dhe të dyja, por pastaj edhe me qenë familjar, edhe me qenë prezant në shtëpi, edhe me qenë prezant për gruan, edhe me qenë prezant për familjen edhe çka i duhet shtëpisë, edhe me punu edhe, po janë kërkesa pak jashtë normales, po them për një burr. Ose kur ta përkthesh në grup, po thua edhe gruaja ka punë të veta që duhet me i krye edhe për to cilëso normale. Mua po vje keq se juve kështu po justifikoni pak deklaratën e Fatosit. Absolutisht nuk e diskutoi njeri atë pozitën e gruas. Asnjëri nuk tha që burri nuk duhet respektohet. Duhet respektohet burri, duhet respektohet edhe gruaja. Respekti duhet jetë i dyanshëm. Këta fëmijë kur rriten, ta shikojnë që prindrit i kanë respektuar njëri tjetrin. Nuk tha njeri që s'duhet respektuar burri dhe kontributi i burrit. Është i çmuar kontributi i burrit në familje. Po ne sot jemi mbledhur për deklaratën e Fatosit. Jo po i diskutuar ajo që tashmë flasim pak në realitet, se sa jemi të kompleksuar dhe sa herë ndoshta nuk i lejojmë gratë që të kryejnë edhe ndonjë shërbim, jo se është punë e burrave, jo se nuk bën me të po aty. Arlen, ndoshta vazhdimisht dëgjojmë komente të tilla edhe pse mendojmë që jemi na pavarësisht se ka këtu në këtë Kosovën tonë ka gra që mbledhen aty edhe të natën bujnë llaf edhe bujnë filma, jo do të kështu, do të ashtu. Po ka dhe burra që mbledhen edhe ti. Absolutisht. Ka dhe burra që mbledhen edhe ti dhe shkojnë muzikë. Në cilin e jetojmë. Domethënë, jo të gjitha punët janë për mu bë gratë. Nuk mundesh një gru me thonë merre traktorin shko livroje aren. Dyqysh në maspori stalen. Po mirë Berlin kemi parë. Kemi parë edhe gra që e bëjnë. Së kemi parë. Po nuk është normale. Nuk është normale me pa një gru. Po kush e përcakton të se çka është normale të bëjë një grua të bëjë një burr? Kjo është ajo që po themi ne që po vazhdon. Përcakton një farë tradite që kemi trashëguar ndër shekuj, edhe pak ka të bëj kjo edhe kanuni që na ka mbet ato rreth të kanunit, po ka të bëj edhe religioni, se gjitha këto kur gështohen më herët, kur gështohen këto ta krijon çfarë kodin që jo çdo punë është për gra. Nuk mundesh një grup me marrë shatin me dal me çel një kanal. Gratë kanë dalë, kanë punu në Po kanë dalë, nuk po them që s'kan dalë. Po a kritikohet sot çajo periudhë? Shumë, edhe menoj që gratë duhet me qenë zonja edhe menaj sot ke gjyshe tona thënë kena hjek se na kanë qitë burrat në përara. Edhe kritikohet shumë çajo po. Në nhije në kuptimin, jo në nhije të burrit, po në hije, që përmane gratë me dalë me punu e burrat me najtë në hije, duhet me qene kundër ta. Gruja është zojë dhe ta kam pozicioni i saj. Ashtu e lartësën pozicionin e gruas. Mendoj që burri është me dalë me i kry punët e tjera, mundësisht edhe nëse bëhet keq çull njerëz, halal i koft. Unë si gru, po flas, jam në shtëpi, ka me orë qullë njërës nëse të podalim fusha dhe podalim në këtë biologjike, po mëre ko marë mu për kujdes për ty me la me shpja me bo me hangër, sepse punën ma të madhe jashtë jetu i kryti. Mu jetu ma siguru pozicionimin veç me najtë. Një shambull, ata që shkojnë, që janë të shumë në për Shqipëri, besoj kanë pasur rastin të shohin sa shumë gratë merren me punë fizike, sa shumë bëjnë punë fizike. Dhe nuk i shohin burrat Vastilika. Domethënë janë gratë që janë në për ara më shumë, në për rrugë duke punuar, duke shitur. Çka po ndodh? Prandaj dhe unë nuk jam dakord me këtë që po thotë. Po çka themi ne sot për ato raste konkrete? Të diskutosh, domethënë, këto që ka ndodhur kanunin e Lek Dukagjinit, ta diskutojmë sot, domethënë është pak turp. Kanuni Lek Dukagjinit faktikisht janë rregulla turp është. Neve kemi ligjet. Ne funksionon shteti, nuk funksionon me kanune. Shteti nuk funksionon me kanune, shteti funksionon me ligje, vlla. Edhe ligjet e një drejtë edhe Arlend, po mundohemi që shoqëri sa më shumë mos të zgjidh çështjet me kanun. Po thëmë zgjidh. Ne pikërisht kanunin e vetëm brava dhe gjakmarrje që ka Shqipëria. Shku burri mi kry punë fizike, edhe gruaja me nejt në hije që morëm si shembull, në fakti e lartëson gruan, nuk është që e nënçmon. Nëse është nënçmim, me lan gruan si zoj, me nejt në hije, mos me marr punë fizike, por na i kena pa shpesh në për të ngre gratë vëmar, burrat kanë nejt për mi. Jo, po nënçmim është sepse gruan e shikon si objekt mund duhet bukur, të duhet të pasur, të vishere e mirë, absolutisht e shikon thjesht si objekt në një qëllim të saktuar. Në Shqipëri është ndryshe situata, gruaja i bën gjitha punët, po gruaja dhe shkollohet.
Edhe kështu në Shqipëri nuk është ky problem. Nuk kisha menduar që do guxonte dikush një aktor i profilit të tillë të dilte dhe deklaronte. Okej, a është gruaja alfa në Shqipëri problem? Nuk ka alfa dhe beta. Ndryshoj rolet. Gjatë jetesës familjare ka raste që mund të jetë buri alfa, ka raste mund të jetë gruaja alfa dhe buri kthehet në beta. Beta është ajo simbolikë. Apo dalim të një realitet se burrat edhe gratë gjithmonë pra në marrëdhënie, në martesë, në to, janë në kërkim të kësaj të drejtës. Qëto dhe që kjo është problemi më i madh në për familje. Se lufta për dominim... Edhe bëhet ajo pyetja shumë shpesh, kush dominon më shumë familjen e ju? Kjo problemi në familjet shqiptare, se lufta për dominim tani po sjell konflikte, probleme edhe në fund fundit. Nuk është për dominim, është me ta përmirësuosh për pushtet. Aty masanej ka lënë tjetër nivel që... E çfarë dallimi ka dominimi me pushtetin këtu në rastin konkret? Ma trego pak. Dominimi është të japsh orientim çka më bë. Pushteti është totalitare, nuk ndryshon kur gjë. Shikoj, biseda tilla pak a shumë është e njëjta gjë. Të shkojë në një drejtim, dominanca dhe pushteti. Më shumë ka pushtet, gruaja apo burri? Unë thash në fillim, dallon gjithçka nga rrethana, dallon gjithçka prej pozitës, qoftë edhe në familje apo edhe jashtë saj. Nuk mundemi kur gjë me qenë absolut. Asnjëherë jo, dhe nuk mundemi me thonë që kjo është përgjigja definitive se çysh duhet me qenë apo se si është. Po për ty, për asaj që dëgjon. Nuk ka për mua. Unë thash, mas pari termi alfa për mua është tepër. E dyta nuk ka, është këtu edhe nuk lëviz. Edhe emocionalisht nuk mundet me qenë gjithmonë në nivel ku duhet me qenë, apo edhe psiqik. Domethënë, ka luhatje në jetë që të flakrojnë prej ide se qysh mundesh me qenë sot je shumë statik edhe je shumë i vendosur edhe je shumë i sigurt në ato që po bën. Po hiç më larg se nesër ose mas dite mundet me ndryshu gjithçka. Dhe normalisht gruaja ka me qenë ajo që kam i marrë gjanat pak në kontroll derisa tjetrët e merr veten. Për shumë sfera, qoftë edhe në menaxhim familjes. Jo patjetër. Po as gjithmonë është rolin e tij, po që në komplementar me njëri tjetrin burri me gruan absolutisht nuk funksionon në familje. Prandaj desha ta pyes Alindin, a vazhdojnë këto paragjykimet për gjininë mashkullore për burrat që a je më pak burr nëse dakordohesh të kesh një partneritet me partnerën tënde, me pyet për mi marrë vendimet bashkë, a vazhdojnë të ketë paragjykime, se më herët kemi pa që thonë e pyet gruan për gjithçka, si lloj shakaje që përdorin. Jo, nuk mendoj që është problematike edhe gjykohen burrat kur dakordohen me gra për me marrë një vendim. Se sigurisht që ata do të mu dakordu për me marrë një vendim, qoftë për fëmijë, qoftë për gjithçka tjetër, do të mu dakordu mes vete. Por si jem na të folë për dakordim. Po për çka po flasim në këtë aspekt? Jem të folë për diçka tjetër, krejt. Fatuesi ka kallëzu që edhe historia, jo veç të naprën në këtë botë nuk kanë kjo farë punë, mashkulli është më lartë se gruaja. E ke thotë tipike shqiptare, mashkulli është më lartë, kjo është tu vjen pyetja. Po, kemi pozitën si grua. Na keni na bot pronto dola të im tu a do kishe duruar ti nëse do kishe vajzë? Çfarë mendon ti që nëse grave ju tregohet vazhdimisht për drejtat që i kanë, a e din që në zona rurale shumë gra nuk i din drejtat e tyre? Po çfarë është problemi? Sa Po kjo është çështja e mundosit. Ai burrë të ditën ka punuar ndërtimtari. Po. Është dërmu i shkreti, gruaja të ditën ka nejtë të shtëpia, se s'është të punu. Po gratë nuk rinë në shpedlin, gratë bëjnë shumë punë shpe, ajo është po mirë, ka qenë shpe, bëjnë shumë punë, ka mujtë në bu për shemë pezo dhe dreken, për ato që ka punu të ditën skejle, atje edhe është dërmu, edhe vjen atë pse i nin këtu në studio të folë që gruaja të me thonë burit që bërë në bukën vetë, si vjen ai shkreti edhe të qubën e burë. Jo, raste ekstreme. Jo, raste ekstreme. Po vetëm burri apo dhe fëmijët vetë ajo alin. Po çfarë po ndodhen? Besoj që ka bashkë ato feministët që dalin nëpër studio televizive që reagojnë në mënyrë selektive. Mënyrë selektive. Po ekstrem, është ajo është ekstrem. Nuk ka janë problemi së shoqënisë. Po flasim, nuk është problem aty. Shumë problem. Nuk është problem. Jam i sigurt se familja tënde Alin në ajo të kanë. E gjuajtur realisht, po shumë mirë ato gra që dalin edhe flasin. Se pikërisht ato tema që i kanë prekur ato gra, ato deklarata që i kanë bërë Alin, kanë bërë që ne meshkuj të diskutojmë në tavolina disa gjëra. Kështu që këtë duhet me pranu. Sot kemi bërë për atë diskutojmë po i referohet disa herë atyre grave, se dhe kjo është të vendu, se çka po dalin ato gra në televizor. Jo, çka po dalin, nuk po them pse po dalin. Ky është një kuptim mënyra se çka po diskutohet nëpër studio televizive për drejtat e grave është e turpshme bre? Jo, ale, nëse flasim për realitetin... Kush nuk është për më mohu grave drejtat?
Na, që të vend po jetojnë, na kena luftu për çdo drejta me pasët, edhe me jetu me drejtat grave, burrave, se Unë mendoj se Se duhet- deklarata tua me këto nuk është po përputhësh. Unë mendoj Po duhet jo, distancohemi me shku nga në ekstrem. deklarata e Erlindit, Shku në po vjen ekstrem. keq që po e them që thoj që burri është më larg. Absolutisht nuk lejohet ato e bëjmë. Janë qenie njerëzore me të drejta të barabarta. me shka lartë Po shkojnë fort. drejt të drejtave të barabarta. Kjo është propagandë mashkullore. Unë nuk mendoj se është mashkull një burr që del me deklarata të tilla. Okej, apo me- Përkundrazi ndjeti pasigurt në burrin e vet. Mendoj që janë Basilika, shumë komplekse që i Apo kanë me burrat parashku se sa pyetjen realitet. me termin i cili po përdoret në këtë rast, është përdorur edhe këtu se çka është burrni. Do të thonë, çka është sot burrni? Po, burrni për mua është ta respektosh gruan, ta nderosh edhe ta duash gruan, ti japësh kontributin maksimal në ngritjen e gruas, në qoftë se ajo është në shkollim ose në karrierë të vet. Domethënë ti jetë ajo dora e zgjatur, burri ti jetë dora e zgjatur e gruas që ta bëj në nivel të barabartë, qoftë se ai është nivel akademik është më të lartë dhe ajo është më e ulët. Ky është burrnia, dora e zgjatur e ndihmës së gruas. Arlet për ty? Si e koncepton ti burrnin? Po që është Arlindi, po hajde të dëgjoj. Po që ishe dhe Adna, po e pretronët duke. Jo, po e pres që kam me thonë Arlindi, me që... S'pedi që Si mas kanunet. s'pedi që me përkufizu. Burë është ai burrni, është mo për kujdes për familjen, me qenë se me qenë krytami, Se mezi Se veç po e mendoj që ka ta me herët edhe këtë deklaratën. për kujdes për familjen. Okej, jo, vazhdo, Flasim vazhdo. me gruan, po flasim lidhe me gruan, se me fëmijët është tjetër është instikte. Në raport me gruan, po sigurisht që burrni Po. është me respektu gruan, është me vendimet mi marrë bashkë, në fillimit kesh që jo nuk do të më ullë Po, veç njëri me marrë vendim. si gru nuk do të më ullë. Do të me thonë me marrë vendimet bashkë, me u koordinu për vendimet familjes, do me thonë qaj është burrni. Nuk është burrni, që shë konceptoj me stop Okej, që nuk në është burrni, më falë, se po e lidhi pak me atë që thamë më herët, jo gjëra ekstreme dalin e flasin televizor. Për ty nuk është, a ka të bëjë me burrnin, nëse ti qohesh edhe përgatit bukën shpe? Shambull? Jo, në pregaditi bukë në shpes, do me thonë kur gjë e fa Se punë. pra është ekstrem, nëse del dikush një feminist të thotë përgatit Ja, pa ja, bukën. po ma nëzirë për kontekstit të që a thashën. Po, se e fa Arlindi nëse Po nëse burri të del gruja përgatit ma bukën, a është Jo, ndonjë po lloj nëse ajo ka burrnia, qenë po? shtëpe. Ja, do në fola rast specifike mora, nuk e mora specifike. të najtë dy të shpia dhe komën mi komën të me najtë të nditën të këshur televizorin dhe mja bo grus me gesh shkëbe, ma du i shkëbe. për asë rast Ajo, s'po po flas. dhe, po, E bojnë edhe ata. specifikisht, e specifikova si rast. Qka ndodhë, jo se generalizova në asë një moment. Okej. Ajde pas ka kuptu ma mirë, Amir. Po, Adna. në kuptimin e parë. Ti do është me gjithë për kontekstit. Po, Adna, edhe ti ndoshta në këtë linjën e kësaj burrnisë që flitet shumë. Në moment kur flasim për ullje, edhe thu me ull grun, me automatizëm e ke ull vetën, e ke ull zgjedhjen tone. Kështu që burrni është me i qëndru zgjedhjeve tua si burr, vendimeve njetë, edhe për zgjedhja grus, edhe me i shku fies jo të grus që shka qef, po edhe pse jo, nëse përmbush që thojnë happy wife, happy home. Po burrni është me i qëndru mas vendimeve tua të para. Nëse vendimet zgjedhja jote u konë qajë gru, edhe rrugës, po them, ke ndryshuar mendim, që tek e fundit është njerëzore, e ke nuk pak pikpyetje edhe burrnin zgjedhjen tone. Kështu që me qenë Një shajnë diçka ishte Në dritat. burat e regjia Në që regji, kujdes burra, mos na bëni horë. Kështu që thash me i qëndru zgjedhjeve të veta mas. Edhe grus, edhe sanave personale, nuk ka të bëj veç gruja me qenë mirë, do të me qenë edhe burri mirë. Basilika, mendon që këto tema po hapën më shumë nga këto deklaratat publike që bën ndoshta për të provokuar, ndoshta dikush e tregon mendimin e sinqert më shumë se sa ndodh në realitet. A mendon se kemi ndryshuar pak sa i përket kësaj, në mënyrën se sillen burrat, se sillen gratë në një marrëdhënie? Unë mendoj se edhe ne po bëhemi, nuk ka mundësi që rrota historisë të kthehet mbrapa. Edhe neve po bëhemi modern ashtu si gjithë bota. Moderne kanë fjalën kur mendojmë në respekt ndaj gruas. Unë e thash edhe në fillim Fatosin nuk e besoj, nuk e njoh personalisht, gruan ja njoh pak, e ka shumë të mirë, nuk e besoj që në vetë ta ketë atë mendim. Ai e ka nisur si diçka qesharake, sa ajo është vërtet qesharake.
le të thoj çfarë të dojë Arlindi. Ajo është deklaratë qesharake që jam e sigurt që ai më vonë do ketë dëshirë që ta fshijë atë deklaratë, po Ju nuk do ma të e ka ripostuar një herë për me konfirmu që qëndron brenda saj. Këtë e ka bërë qëndron tash dhe një herë. Deklarata budallaqe gjithmonë ka për të pasur. Dhe këtë e bëjnë zakonisht njerëzit që jetojnë në hijen e madhështisë së vet, se i duket sikur gjithçka që thot ai qëndron. Po mirë Vasilika, e ata që komentojnë pikërisht në këtë deklaratë dhe që një pjesë e mirë e mbështesin. Çka janë ata? Nuk i kam lexuar komentet e tyre, nuk e besoj dhe ata e ndajnë në fragmente mbështetjen. Ashtu si Arlindi u mundua të dukej pak më modern, ta një pjesë e mbështes dhe një pjesë të deklaratës nuk e mbështes. Nuk e besoj që ta mbështesin komplet deklaratën. Një pjesë të deklaratës ndoshta po nuk gëzon njeriu me këtë deklaratë kaq si them denigruese ndaj figurës femrës, nuk besoj të ketë njeri që ta përkrajë 100%. Sot kemi lënë vetë kështu, më shëndet nuk dal fare mbështetje Arlend. Nuk ishte për mbështetjes. Nuk e denigrim, çka ka thënë Fatuzi absolut se nuk nuk e ofendon atë. Arlend, a beson që ne meshkujt po jemi goxha të padrejtë në dy aspekte. Kur flasim për partnerët, pra kemi standarde tjera, kemi kritere tjera. Kur flasim për nënën, kur flasim për motrat, kërkojmë diçka tjetër, duam që motrat të respektohen, të jenë të vlerësuara në familjet në të cilat shkojnë. Po kur flasim për partnerët, jemi pak më ndryshe. Kemi një këndvështrim tjetër. Jo, ka ndryshua mirë, nuk është më sigur përpara që për motër ka bo zhurë me grumbën e na ka myta. Arlen, se po e shohim nëpër komente, edhe ato komente flasin diçka për Arlen. Bile ndjen krenar, kur motra bën ligjen aty ndjen krenar. Çka thashun që kjo është realiteti që jetojmë, pavarësisht që na mundu me shtemrua me më bo shumë modern, po që kjo është realiteti që aty hyn në komente. Është kërkesë e kohës ajo, nuk është modern. Edhe e she që kështë realiteti me që jetojnë. Adës duhet bërë një pyetje në cilën... Më kujtu veç në tjesë, më kujtu një Barcelet, shumë shkurt, nana po thot e kam një djalë shumë top. Çka po thot nusja vet po bën, dhëndrin e kam shumë të mirë, çka po i thot qika ashtu e ngu. Me këtë që jo thash pak më herët. Ada, kur diskutojmë këto tema, pa diskutojmë që hyn në mes feja. Dhe një pyetje që bëhet shpesh, sido për gratë kur është kjo çështje, është që ku dhe si vendos feja gruan në familje dhe në shoqëri. Kështu që po t'japim pak minuta edhe për këtë sot në emision edhe një herë tjetër me shpajlos dhe me thënë. Unë jam psikologe, jo teologe. Kjo vjen me u theksu edhe normalisht që nuk jam e thirrur me fol në fe. Por ajo që mundem me thonë është që gruaja është shumë herë më lart se sa burri, sipas fesë. Edhe kjo pozit nuk është për shkak se burri duhet me lënë në hije edhe gruaja është më lart, edhe këtu pastaj fillon abuzime që çkado që thot gruaja është amen. Është më lart për me u mbrojt, është më lart për me qenë sigurt, është më lart për me u siguru pra disa punë që duhet me i bë burri, gruaja nuk e ka për obligim, bile është e ka të ndaluar me burri disa gjëra me ja lyp gruas. Kur po flasim për financa, sot po dëgjojmë shumë për barazi edhe në financa, 50-50, 70-30. Në ndërkohë feja është gjithë shumë pastër. Gruaja i ka financat e veta, ku burri nuk ka absolutisht drejt as me i kërku dhe as me i ra rrethit, po gruaja në krahun tjetër, parët e burrit janë 10.000. Kështu që ma drejtësi për gruan, ma mirë, ma në favor për gruan, unë nuk e di se çka mund të më kërku. Faktikisht po, jo diskriminum, po kanë shumë ma shumë përgjegjësi që kjo është ma naltë dhe ma... Këtu flasim për ma naltë. E bën propagandat vetën, shihet, ashishara, me këto diskutimet që Këtu flasim për ma naltë, sepse ma naltë është me përgjegjësi, jo me në kuptimin e autoritetit edhe... Ma naltë është me përgjegjësi. Nuk e di, ja kemi që kam e diskutu Muhammed, se po më shikon dhe që disa gjëra i topëm, disa gjëra të rëndësishme. Vetëm duhet të themi zanafilla njerëzimit është Eva dhe Adami janë të dy bashkë. Bile nuk thuhet Adami dhe Eva, Eva dhe Adami, Eva thuhet në fillim. Ose Hava me Ademin që thuhet në fermi Sulmane, do me thënë derisa Zoti, natyra, i ka bërë të dy, atëherë dihet që janë të barabartë. Nuk diskutojnë, nuk mundej ky Adami që ishte vetëm pa Evën, vazhdonte njerëzimi. Duhet të jenë të dy bashkë, drejtat barabarta. Adami ja ka po sherrin Evës. Edhe të gjenë. Elaboroj. Me elaboru. Për frutin.
frutin e ndalum. Po mëkatin e bëri, kush e bëri? E bëri Adami. Ati i mbeti Kush është mëllati, tini? nuk e bëri Kush Eva. është tini? Se bëri Eva. Kemi rritur në fund. Faleminderit shumë. Natyrisht çdo temë tjetër, mendime të ndryshme, opinione të ndryshme, për këtë jemi këtu. Kjo është Emira Raler. Gjithsesi Arlindi sot të janë kjo ardh shumë e përfaqësuar vetëm burra. Jo vetë, po më ne Vetëm në realitetin, po pak. sot Në realitetin. Të dyja. Sepse sot kemi dalë në krahas, se zakonisht ndonjëherë mbështesim, po Sot kemi lënë vetë. Faleminderit shumë edhe një herë për këtë diskutim që bëmë bashkë. Arna, faleminderit gjithashtu. Kemi mbritur në fund